AI kur ta kthyerim stash nëse marrim ChatGPT-n si shembullin kryesor që e njohim tonë që e kena përdorur pak të një herë. Po. Logjikon mbas gjuhës. Po. Domethënë fjalëve. Ti nëse din me ja shkru fjalët e duhuna, ChatGPT-ja din me të befasu në forma të jashtëzakonshme. Tash çka do të thonë kjo? Ata që i kuptojnë fjalët, ata kanë fuqi më të madhe ndaj inteligjencës artificiale. Nëse ti nuk din me jap një komandë, nëse ti nuk e kupton fjalën, nuk vjen kurrë. Na shta po duket shumë e zakonshme, po na nuk kena e jashtëzakonshme në fakt, po na nuk kena kuptim hala shumë mirë fjalën për shkak të mungesës leximit, normalisht. Po. Kur ti lexon, kur ti din me bisedu, ti ke me ditë edhe me shkruaj AI-s. Ku po do më dal? AI-ja ka më na shty neve me qenë më kompetent. Që me pas aftësi shumë ma thelbësore të ndërtuar në formë të mirë të shnosh. AI-ja ka mi zavendësu ata që janë sipërfaqësorë. Ata që realisht kanë qenë më tepër barë se sa benefit për shoqërinë. Për çata është shumë e rëndësishme. Çka është një thirrje AI-s është nisja lexo, nisja mëso, nisja zhvillo mendjen, zhvillimin e zgjidhjes problemeve. Nisja puno me mendjen tonë sikur të shkon pasuria më e madhe që i ki pasur. Edhe është.